Kryeministri i ardhshëm i Hungarisë, Peter Majger, ka bërë të ditur se do të ndalojë procesin e tërheqjes së vendit nga Gjykata Ndërkombëtare Penale, duke përmbysur vendimin e marrë më herët nga qeveria e Viktor Orban. Në një konferencë për shtyp në Budapest, Majger theksoi se Hungaria do të vijojë të respektojë detyrimet ndërkombëtare, duke nënvizuar se çdo person i kërkuar nga kjo gjykatë mund të përballet me arrestim nëse hyn në territorin hungarez. Ai shtoi se këtë qendrim ja ka bërë të qartë edhe kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu, për të cilin ekziston një urdhër arresti lidhur me akuza për krime të dyshuara lufte në Gaza. Vendimi i mëparshëm i qeverisë së Viktor Orban për të tërhequr nga gjykata pritet të hyjë në fuqi me 2 qershor, duke e bërë Hungarinë të vetmi vend të Bashkimit Evropian jashtë jurisdiksionit të saj. Megjithatë, Majger deklaroi se ekipi i tij ka rishikuar çështjen dhe ka vendosur që procesi të ndalet. Ai theksoi se antarësia në gjykatë nënkupton respektim të plotë të vendimeve të saj, duke shtuar se ligji duhet të zbatohet njësoj për të gjithë. Ndërkohë, urdhër arresti ndaj Netanyahu të shkritikuar më herët nga ish-presidenti amerikan Joe Biden, ndërsa parsarësi i tij Donald Trump ka shprehur mbështetje të fortë për liderin izraelit. Shtetet e Bashkuara nuk janë anëtare të Gjykatës Ndërkombëtare Penale, ndërsa Netanyahu ka zhvilluar disa vizita në SBA. Majger pritet të marrë drejtimin e qeverisë për një fitore të konsideruar historike në zgjedhje, duke i dhënë fund një periudhe të gjatë qeverisie nga Orban.